Burg, u kënaqën gjithë shqiptarët. Po s'është detyrë e avokatit popullit. Të prononcohet? Të prononcohet deri te arrestimi i qytetarit thjesht. Nuk shife. Ajo ka kaluar në kontroll gjyqësor. Çka ka kaluar? Ka kaluar shkallën Të drejtat e njeriut janë. Nga momenti i parë deri në qeli, deri në seancë gjyqësore, kanë dalë dy persona, dy persona, të lutem, kanë dalë dy persona. Ka dalë Ilir Meta dhe Erion Veliaj. Para një jave, të dy kanë thënë është poshtruese na fusin ka fas xhami. Cili është prononcimi i avokatit popullit? Ka fas xhami janë të gjithë qytetarët që të dalin të thojë avokati popullit, do të drejta njeriu, ta thoj. Ku është avokati popullit? Zoj, në kohën e Ermir Dobjanit është një çështje penale, një kazus, besoj e mend atë të atij që ranë ata policët në Korçë dhe e zhvarrosën dhe është çështja më spektakolare që ka bërë dhe është merite e avokatit popullit. Edhe Totozani ka qenë një nga personat që çdo komisariat, në çdo protestë. Zoti Çafoku, ajo është çështje e trajtimit që i bën policia në lidhje me drejtat e njerëzit. Për sa kohë kalon një proces, sepse ai nxjerr fajin e policisë në raport si organ shtetëror. Ai ishte mbyllur, ai ishte vdekur, ajo ata. Jo të policisë, por çdo se drejtat e njerëzit janë që ke para burgimit, që të trajtimit që Okej, të ndalemi te procesi. Të ndalemi tek në proces gjyqësor nuk do hyn dot avokati. Të ndalemi te procesi dhe jo tek kompetencat e avokatit popullit. Zonë Qeleshim, mendoni se kemi probleme me mënyrën se si e zgjedhim avokatin e popullit, me ligjin apo e kanë fajin partitë politike? Tani pjesa e ligjit është i qartë, ashtu siç edhe u diskutua pjesa e konsensusit politik. Po pse është kaq e vështirë atëherë? Për ato që dhe u sqaruan dhe u diskutuan këtu. Në rastin kur ka një konsensus politik sa i përket kandidatit që do mbështetet dhe më tej do votohet, dhe sigurisht kur numrat në parlament janë të ndryshëm sa i përket votave dhe arritjes së quorumit që avokati popullit kërkon, duke qenë se është një pozicion i cili miratohet me shumicë cilësuar që është 3/5 e deputetëve, sigurisht mbështetja dhe marrja e votbesimit bëhet i vështirë nëse ka një disbalancë mes votave të maxhorancës dhe të opozitës dhe mbështetja nuk vjen dhe nga maxhoranca. Kushtetuta në fakt, ashtu dhe ligji, kanë parashikuar që avokati popullit për efekt pozicionit që ka dhe misionit që ai ka në mbrojtjen e lirive të drejtave të njerëzit dhe le të themi një farë kontrolli i mënyrës zbatimit dhe ekzekutimit nga institucionet ligjzbatuese të legjislacionit dhe kuadrit ligjor përkatës, ka kërkuar që avokati popullit të ketë edhe cilësi të posaçme, pra të ketë cilësi profesionale, integritet të lartë dhe pjesën tjetër, dhe gjithashtu ka kërkuar që votbesimi të jetë i gjerë. Pra, ajo që është thënë në kushtetutë dhe ligj është vetëm miratimi me 3/5 e votave të deputetëve. Këto janë kriteret që ligji përcakton. Dhe sigurisht në ligj është përcaktuar dhe procedura se si do të zgjidhet. Ku parashtrimi i platformës, i asaj se çfarë do të bëjë, çfarë vizioni ke dhe elementet e tjerë pa diskutim janë shumë të rëndësishëm që Komisioni i Ligjeve fillimisht dhe më pas deputetët që do të votojnë të mbështesin kandidaturën më të përshtatshme. Unë vlerësoj që situata problematike në Shqipëri, jo vetëm aktualja, po e mbartur dhe pamundësia për zgjedhur një person në pozicionin e avokatit popullit, vjen më tepër nga problematika dhe perceptimi i konsensusit politik, nuk është çështje ligji, është çështje Po nëse nuk e zgjidhet atë politike, mbase na duhet një formulë tjetër. Po ligji e ka formulën. Pjesa ajo që funksionon. Po formula funksionon, nuk funksionon në momentin ku partitë politike kanë rënë dakord, jo sot, po është le të themi traditë që institucioni i avokatit popullit i është lënë ashtu siç u tha opozitës, cilës do opozitë tjetë. Dhe në qoftë se synohet të respektohet ky konsensus politik, këto nuk është më çështje ligji, sepse në qoftë se do të ishte e tillë, kjo do ishte parashikuar në ligj. Tani, do kemi edhe diçka të qartë që ne flasim që në pozicionin e avokatit popullit do jetë një profesionist. Nuk është se do jetë një person që do jetë militant i njërës parti apo partisë tjetër. Pra duhet jetë një profesionist që të plotësojë kriteret ligjore dhe që të ketë integritetin e tij. 5 janë. 5 kritere dhe unë po i lexoj. Të jetë shtetas shqiptar, të ketë një uri dhe veprimtari të shuar në fushën e lirive dhe drejtave të njerëzit dhe të ligjit, të shuhet prafësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale, të mos jetë i dënuar penalisht dhe të mos jetë deputet në legjislaturën që bën propozimin. Këto janë kriteret. Ku flasim që dy kriteret e profesionalitetit dhe integritetit janë të rëndësishme. Mos jetë propozues thot. Mund ta kishte dhënë ndërheqjen para se të shkote te propozimi dhe mund të zgjidhej.
Sa ndikojnë votat që kanë marrë secili nga kandidatët, firmat që kanë marrë secili nga kandidatët në seancën e sejntes? Ta sqarojmë një herë mirë. Partia Socialiste i ka votat për me miratuar avokatin e popullit. Sepse ka 86-87 vota sot. 83 plus 3 të Tom Doshit shkojnë në 86. Edhe një e Llapajt nëse bashkohet me ta, kështu që nuk shtrohet a mund të miratohet avokati i popullit apo nuk miratohet. Mund të jenë këta, po për sa kohë që kryetari i grupit parlamentar del publikisht dhe thot që avokati i popullit duhet t'i lehet opozitës, atëherë hajde t'ia lejmë opozitës. A mënyra se si e zgjedh opozita, a e zgjedh në mënyrën e duhur apo në atë mënyrë që thot Adriana, to janë gabimet e opozitës, pastaj le të gjykojmë opozitën, por të shkojmë deri te kjo pikë. Dhe masanej përgjegjësinë politike le ta marrë opozita. Kjo është e gjithë çështja, mos pretendoni që avokati i popullit nuk po zgjidhet. Jo, nuk duan me zgjedh. Kjo është arsyeja, sepse nga diskutimet private që kam pas edhe me antarët e Komisionit Ligjeve, është thënë, nëse nuk zgjidhet edhe në këtë dhjetor, do marroj mandatin e dytë pa u zgjedhur ajo që është në detyrë. 4 vjet pra në maj. Prandaj them, dhe do presim që të fillojë një proces tjetër. Tani atë që e thash edhe në momentin e fillimit, dhe e përsëriti edhe zonja Kalaja. Tani, problemi, rasti i Iglit të Lozanit, është bërë gjithë vlerësimi kandidaturave në zyrat e Partisë Socialiste. Dhe është ardhur dhe është sjell. Ne nuk po shkojmë në këto lloj nivelesh, por ne e kalojmë në proces parlamentar dhe ja dham mundësinë kandidatëve që shkojnë aty dhe t'japin qëndrimet dhe platformën e tyre që normalisht nuk është dhënë. Dhe në fund, pas saj, këtu fillon procesi, këtu fillon starti që Partia Demokratike tani duhet firmos dokumentacionin për të çuar kandidaturën. Mund të çojë një që thot zonja Kalaja dhe kjo është vendimarrje politike gjithmonë. Tani unë nuk kam marrë për të shpreh vendimarrjen politike se këtu jemi në një debat, vendimarrjet merren në grupin parlamentar, apo unë qëndrimet e mia i kam shpreh në grup parlamentar. Të jem realist. Dhe mënyra se si është zhvilluar e gjithë kjo, edhe mu më ka lanë një shije jo shumë të mirë, që t'jem realist, më ka lanë një shije. Por, problemi është që tani ka fillu faza ligjore, procedurale, mbas momentit të përcaktimit të kandidaturave, të cilët... Mund ta bëni në fillim këto zoti, nëse Partia Socialiste do jetë opozitës. E bëni dhe ju, i zgjidhni ju si Partia Socialiste për të Lozanin. Më fal zoti Çafoku. Ju jeni pa asgjë. Tani, jo, po ta them unë. Kur Komisioni i Ligjeve, kur Komisioni i Ligjeve vendosi që një deputet nuk mund të propozojë më shumë se sa të ketë një firmë, kjo është vendimarrje e seancës plenare të komisionit. Dhe nuk mundet një kryetari i grupit parlamentar të thotë që ne nuk e marrim konsiderat. Jo zotri, ti ke heq autoritetin që e ka dhënë rregulloria dhe ligji komisionit. Tani politikisht ti mund thush çfarë dush, po juridikisht ti i detyruar për zbatu këtë vendim të komisionit